dhe hap një çështje ku vjet në lojë dhe Rama, nuk mund t'ishte e veçuar vetëm me SPAK. Pra, Amerikanët din t'jen kur duan, harbut, arrogant, ta plasin fytyrës. Albin Kurtit si kanë ka pasi çështje, po i dalin çdo 3 muaj për mu pa drejt me ty drejt, dhe duke i thënë ti s'bën, ty do të pezulloj. Pra, kur duan ka dhe qëndrim politik. Patjetër. Kurse këtu ne nuk kemi parë asnjë shenjë që të ketë goditje politike nga Washingtonin drejtim Tramës. Atëherë pse kur nuk e godasin edhe publikisht, politikisht, ka frikë Amerika nga Rama që po i hap një çështje ku është i përzierë ke tuneli, se duhet ketë koherencë kjo, në qoftë se themi është Amerika mbrapa, pse që nga Amerika mbrapa? I dhëm se do të bëjë drejtësi në këtë vend. Bushat, unë mendoj. Është implikuar Rama Amerikën. Ta do fjalën, vetëm ti përgjigjem. Domethënë, unë aktualisht besoj që SPAK është tamam në optimumin e vet të jetës pikurisë. Pra, është kriju kur është kriju, tash kanë ardhur raste, domethënë. Tash unë po besoj që kjo është momenti kur do thoshte Luboni pyetje. Pse u maturua do pjekurës pak me pas zgjedhjeve? Prit, se kjo është punë. Ne për këtë po debatojmë. Ti thuaj që është në pikën më të lartë. Po, në optimumin e vet, kur tash ka ardhur koha për mu. Unë them është në pikën e diskreditimit maksimal. Dhe për të mbrojtur pozicionet tona ne sjellim fakte për të vërtetuar këtë. Kurse ti këtë ma merr për fakt që është në pikën më të lartë. Jo, unë çka po pse është pikën e vet më të lartë? Fakti është që goditi aty ku mendoi që nuk shkon më. Po nuk ka goditje. Ose edhe no. Si nuk ka goditje? Këtë pra po të them. Nuk ka çfarë mund të bëjmë? Po çfarë mund të bëjmë? Sot, se kështu e nisëm, duket sikur ka goditje. Do mblidhemi dhe do jemi prap këtu në këtë studio. Dhe në qoftë se ju do më thoni jam i kënaqur se si SPAK-u na e zbardhi kush ka vjedhur ke tuneli Llogoras, unë do ju shtrëngoj dorën dhe do ju them bravo të qoftë pas keni pas ju drejt. Por kam frikën se do degradoj si çështja inceneratorit, kur do e haj dikush tjetër dhe dim ke tuneli Llogaras, dim se kush është shoku Erdoganit. Tani, po e hëngri njëri tjetër, prap kemi drejtësi në regji. Ka dy gjëra. Nëse Belinda Balluku, kjo kontratë është nënshkruar nga Belinda, apo? A ka Roma firma aty? As Belinda jo, komisioni tendera. Si do qoftë është shefja. Belinda Balluku kontraktori është Ministria e Infrastrukturës. Okej. Po pra, tenderin e bën njerëz tjerë. Nëse Roma i ka thënë Belindës ma bëj këtë. Komisioni është ai përgjegjës. Dhe Belinda i ka thënë komisionit ma bëj kështu. Ajo është kodë ministri. Pra, nëse Belinda do të sakrifiku edhe me mbajt Romën larg prej kësaj, thotë unë e kam bërë të gjithën. Po mund sakrifikohen këta burrat që kanë bërë tenderin. Po. Ata që kanë vënë firmat. Ata ka shkruaj më. Jo, po kjo është akuzuar, pra. Deri tani është akuzuar. Kjo është akuzuar. Tash nëse kjo don mu sakrifiku për kauzën, mi moj 15 vjet burg. Edhe më thonë drejtësia e vërtet, kjo që kemi parë edhe në filma, është që kur ti vret një njeri dhe o dalun dhe theme kam vrar unë, ata hetojnë që të shkojnë ke vrasi vërtet, nuk mjaftohen me alibin. E tash njëna pijonave që bëhet gjatë drejtësisë, bushat është kur ti e shtrëngon mirë, edhe e bën dëshmitar bashkëpunëtor. Pra i krijon rrethona lehtësuese që Belinda ose kush do tjetër me tregu si ka ardhur ti kjo gjëja. Sepse çu ka thënë Pasolini, ne gjithë e dim, s'kemi fakte. Ka golumën e do gjej faktet. Po. Ashtu. Pra, ne gjithë e dim, na merr mendja se si ka shku kjo gjëja. Po tash drejtësisë doin edhe një deklaratë dikujt. Po, dhe drejtësia, siç thua ti, me të drejtë duhet këta që i kap, për shembull në këtë rast, po ta kapi Belindën me fakte, i thot, më nxirr kush ta ka dhënë urdhër. Po, e aty shpëton me letë. Dhe unë prandaj bëj një batut që e bëj në çdo studio. Ore, si shpjegohet që këtu të vërteta po nxjerr i vetmi njeri që i ka shpëtuar zgjedhës SPAK-ut Arben Ahmetaj dhe të gjithë këta që janë kalbur burgje kanë mbyllur gojën se këta e din
sa më shumë të flasësh në SPAK, aq më shumë mund ta hash. Pra ky SPAK nuk ka bërë asnjë të penduar, sepse të penduar nuk e di mende. Të çojnë akom atje ku SPAK-u nuk shkon. Procesi pendimit nuk do të thotë që ndodh në vitin e parë. Vetëm diçka një sekond, çim që ta kesh si, domethënë ta kemi indicie për qytetarët. Në mos gaboj kur e ke bërë intervistën me Ametajn kur është folur për herë të parë.